Çka do të thonë futja e palëve? Futja e palëve do të thonë kështu. Sa të ndodhen një problem mes burrit dhe gruas, më një anën e vet ajo. Apo kemi një herë dikant tjetër. Kada. Nuk futet më një herë, pse? Sepse duhet pak natyra e raportit mes burrit dhe gruas vetëm u drejtuar. Se nëse ti mësohesh sa herë me thirr dikant tjetër, atëherë ai tjetri ka me këshir me drejtu mbas interesave të veta, jo mbas interesave tua. Për shembull, shpesh herë supozimisht të zbresim tokë, sa prej nanave u aprishin harmonin çikave të veta, duke qenë ato nuse në shtëpi të huaja. Mo nanës thot, mos të shkelin. E ajo të thonë mos të shkelin, ajo e merr atje rolin e komandantit. E kur ta morë nusja rolin e komandantit, e bri shtëpinë. Atëherë mo nuk jetë ajo nusja, atëherë një nanë mas e drejton, ajo veç kukull. Andaj ti e sheh plot pi nuseve, nuk janë vetja, s'kan gjevap më një herë. Takshiri thot, çka do të thonë kjo takshiri? Mos e fut më një herë. Një thot, po nanë kam, po nanë ki, po se nana jote nuk e ka këtë burr, ti e ke burr. Mos e fut më një herë, se e prish punën. Mundohu burrin me trajtu burr, edhe burri me trajtu gruajet vet. Zgjedh, ai di kur thirret pala tjetër. Kur mrin s'ka më. O të diskutu talaki, o të diskutu prishje e familjes, atëre edhe ata me qëtësi. Njëherë thirën ndarës, apo duke arrujt nana e qikës interesin burrit, edhe duke arrujt nana e burrit dhe baba i burrit interesin nusës vetë si arrujt qikës, apo? Pse ndodhin këtë probleme, vëzër? A dini pse? Sepse futën palë. Kur ka ba nusja akt me burrin, aty shkruan 1 dhëndri filani, 2 nusja filanja. Nuk ka shkujt në klapa edhe nana najherë. Çka nana? S'ka nana këtu. Janë 2 palë aty. Andaj mos e fut palën e tretë. A di pse mos e fut? Njëri thot, po nanë kam. Nanë ki të respektoje për nanë. Banja hizmetin për nanë. Mos e fut. Shumë prej problemeve, vallahi, kjo nga praktika, tani nuk kemi për me kallzu detale shumëta. Shumë prej problemeve zbulohen. Thot po nana ime më tha. Problem, burrë gruaje kanë ardhur, hoxha, do na muda, me 3 fëmijë. Pse muda valla? Kur e këshir mas pari problemi kot e kot. Ka problem, këtu probleme kemi problem zinaje. A ka vëzu për zina. Kjo punë rana. Apo, mirë po, se ban qaj në vakt. Flem shumë. Tash, njëri thot, unë si jam mësu në traditën teme me flet shumë. Po ta në vanë e kuptoje, ti e një gjenerat tjetër, këto janë gjenerat tjetër. Mundoju si prind me e kuptu se standardet kanë ndruhe. Njëri thot, si mësë qohët shtatë kur gjo për kësaj gruje. Po qishme kur gjo? Si ka mundësi mund kanë kur gjo? Tash njëri thot, po si mësë mundoju me kuptu edhe nusja, edhe gruja, let mundohet me kuptu palën tjetër. Qa do mundon palën tjetër? Kuptoje se këtires që vjen mirë, apo? Andaj, pika e 4, që pejgamberi e përdorin në menaxhimin e problemit, nuk i thirrë minjar, bëma këtu babën tanë, e ta sose punë. Këtire në nënto, jo, pse? Sepse ku të përzijën shumë palë, ai njënë interesin e vetë, ai tjetër interesin e vetë, kjo interesin e vetë. Shiko, Allahu Gjeli Gjelaluhu, kur t'jap ti nasihat, mani men, kur t'jap Allahu nasihat, veç interesin ta në këshirë. A vallahi për të betona në Zot, edhe nana jote, edhe baba jatë, kur t'jem nasihat, vallahi edhe interesin e vetë e këshirë. Njënë thotë që ishbe baj loqë po edhe loqën e vetë e ka pak. A baj loqë ka ama edhe vetën. A mund të thonë valla vetën se do, e do vetën. Ajo ta jetë një nasihat, ngrimë ca të vogla, nëse ja shlojmë ato, do më thonë, me milimetrat vogla, kime pas ati është edhe një qefi vetë, edhe një interesi vetë. Pse? Co është njeri, mos e fut palën e huj, lejë drejtohet problemi vetë.